Jo, Shqipëria është plotësisht përgjegjësi e kësaj qeverie fakti që asnjë kapacitet i ri i prodhimit të energjisë elektrike nuk është ndërtuar këto 6 vite. Është plotësisht përgjegjësi e kësaj politike që përfaqëson Ministri i Energjisë që është bllokuar çdo tentativë më herët për ndërtuar kapacitete të reja dhe janë sabotuar projekte strategjike. Dhe tani 6 vite pasi kanë filluar qeverisjen, kanë filluar të flasin për nevojën e riparimit të kapaciteteve ekzistuese, përderisa i kanë gjetur të gatshme planet e riparimit e atë Kosovës B, por nuk kanë bërë asnjë hap përpara. Pra, kjo qeveri nuk ka ndërtuar asnjë kapacitet të ri energjetik dhe madje nuk ka arritur as të mirëmbajë kapacitetet ekzistuese që i ka gjetur. Fillimisht të vazhdoj aty ku e la kolegu im Arben Mustafa, Albin Kurtit dhe kabinetit të tij gjithmonë dikush tjetër i ka faj. Ndonjëherë i ka faj lufta në Ukrainë, ndonjëherë në lindjet mesme, ndonjëherë zhvillimet në rajon, po asnjëherë ata nuk e ndjejnë vetëm përgjegjës për mungesën e projekteve zhvillimore në vend. Ne sot po flasim për energjinë dhe e vërteta e pakontestueshme është që nuk është krijuar asnjë kapacitet i ri prodhues në vend, mirëpo njëjtë e kemi në të gjitha fushat. Janë mbi 20 miliard euro që kjo qeveri ka menaxhuar dhe ne nuk mund të përmendim asnjë rezultat, asnjë projekt të vetëm, të filluar e të mbaruar nga Albin Kurti dhe qeveria e tij. Çështja e gazit amerikan dhe çdo gjë përreth tij është një dilemë tërësisht e panevojshme. Unë nuk mund ta kuptoj qeverinë e Republikës së Kosovës, jo që nuk e justifikoj, asesi nuk e justifikoj, por as nuk arri ta kuptoj qëndrimin e tyre refuzues karshi një iniciative e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, jo vetëm në rrafshin energjetik, por edhe në rrafshin politik, strategjik, diplomatik. Bota po ndryshon shumë, ka një rireshtim shumë dinamik në mes forcave, ka një ribalancim të forcave dhe ne nuk duhet të kemi dilemë, a jemi me SBA-ta me Rusinë. Unë nuk kisha prit kurrë që një dilemë e tillë të ngritet në Kosovë. Populli i Kosovës është populli më pro-amerikan në botë dhe qeveria e Kosovës nuk duhet të mjaftohet me deklarata se punët me SBA-t nuk janë shkëlqyeshëm, po janë shumë mirë, po duhet të ndërmarrin hapa konkret.